Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vendosni një limon të prerë me krip në përdoma dhe nuk do ta besoni se çfarë ndodh. Limoni ka benefite të panumërta shëndetësore dhe po aq benefite të tjera. Shija dhe aroma specifike i jep atij një shije të ushqimeve dhe pijeve të ndryshme. Po ashtu, limoni përmirëson shëndetin e zemrës, ndihmon në përmirësimin e lëkurës, ashtu si dhe eliminon baktere dhe infeksione të ndryshme. Megjithatë, limoni ka një aftësi dhe një trik që jo të gjithë e dinë. Limoni mund të eliminojë aromën e keqe në kuzhinën tuaj. Ai mund të bëhet edhe një truk vazhdimisht i lehtë për të realizuar këto ndime të problemeve tuaja. Ndajeni limonin në 4 pjesë, por mos e ndani atë krejtësisht. Vendosni pak krip në pjesën e ndarë dhe vendosni limonin në kuzhinë. Limoni vendosur kështu eliminon aromën e keqe që sjell aromën e mirë në kuzhinën tuaj. Gjithashtu, eliminon bakteret që mund të jenë prezente. Ju po ashtu mund të krijoni një dezinfektues të fortë duke kombinuar lëngun e 3 limonave, sapunin e lëngshëm dhe pak krip në një shishe me ujë. Kjo do të dezinfektojë krejt hapësirën ku ju e vendosni dhe do të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Të gjithë e dimë se limoni është i dobishëm për shkak të niveleve të larta të vitaminës C. E përdorim në gatime, por a keni menduar ndonjëherë të vendosni limon pranë shtratit tuaj? Ai lehtëson ankthin dhe tensionin. Aroma e agrumeve qetëson sistemin nervor, lehtëson ankthin dhe ndihmon në lehtësimin e tensionit pas një dite të vështirë në punë. Ju mund të vendosni vaj limoni në dhomën tuaj, ose nëse nuk keni vaj, mund të vendosni një copë limoni afër shtratit tuaj. Përqendrimi dhe vëmendja do të rriten. Limoni ka një tjetër benefit mahnitës. Aroma e tij rrit përqendrimin e njerëzve, përmirëson aktivitetin mendor dhe kujtesën. Kërkimet kanë zbuluar se njerëzit me aromën e limonit në vend të tyre të punës bëjnë më pak gabime. Ai do të përmirësojë gjendjen shpirtërore. Vaji esencial i limonit është një produkt i provuar për depresionin. Nëse dëshironi të përmirësoni gjendjen tuaj shpirtërore, mund të përdorni vajin e limonit ose thjesht të vendosni një copë limoni pranë shtratit. Ai do të mbajë larg gjithashtu edhe insektet. Për të mbajtur larg insektet, ju vjen në ndihmë limoni në vend që të përdorni ilaçe kimike. Aplikimi i limonit, qoftë në formën e sprayt pranë ambienteve tuaja, mund të mbajë gjithashtu edhe larg problemin e insekteve. Vitaminat dhe mineralet janë pasuria më e madhe që ofrojnë limonët, duke u kthyer në një frut më të shëndetshëm. Mënyra e shijimit të limonit është e shumtë dhe e shëndetshme. Limoni mund të shtrydhet në ujë të pjetë në mëngjes, mund të përdoret në sallatë ose në supa, ndërkohë që lëkura e tij mund të përdoret në ëmbëlsira. I gjithë fruti ofron mundësi gjithëpërfshirëse, ndaj kemi listuar përfitimet të menjëhershme që merr organizmi nga konsumi i një limoni të vetëm çdo ditë. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetit. Limoni është i pasur me vitaminën C dhe mban larg rrullat dhe hidraton lëkurën. Do të ulët tensionin e gjakut. Ngrënia e rregullt të limonit çdo ditë ul tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë, e vërteta është se me një limon në ditë do të rregulloni nivelin e tensionit. Ai mban larg inflamacionin. Vitamina C tek limoni është i nevojshëm kundër ftohjes, lodhjes, problemeve me tretjen, luhatjen e humorit dhe të tjera. Vitamina C lufton edhe inflamacionin që është vatra e shumë problemeve kronike. Kjo vitaminë është domosdoshme për mbrojtjen e qelizave imunitare. Ai ju ndihmon të shëroheni më shpejt. Vitamina C tek limoni është kryesisht për shërimin e shpejtë nga e ftohura. Kjo vitaminë ka ndikime pozitive edhe kundër problemeve respiratore që shoqërojnë virozat e stinës, ndaj pini më shumë ujë me limon. Do të jeni më të hidratuar. Uji është i nevojshëm por pak i mërzitshëm. Kombinoheni me limon për t'i dhënë shije, por edhe për të marrë vitamina dhe minerale, të cilat përshpejtojnë metabolizmin dhe ju japin më shumë energji. Një tjetër përfitim është edhe largimi i erës së keqe të gojës. Limoni e freskon shtëpinë, e njëjta gjë vlen edhe me gojën tuaj. Acidet e limonit neutralizojnë aroman, ndaj mban larg erën e keqe, sidomos të asaj që nxitet nga qepa ose nga hudhra. Kjo nuk do të thotë që ta teproni me limonin, sepse aciditeti dëmton smaltin e dhëmbëve. Dëmtimi i këtij të fundit mund të shkaktojë gjithashtu ndjeshmëri të lartë ndaj problemeve.
Një limon mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimit të gurëve në veshka. Pirja e ujit të tretur me limon gjithashtu mund të sjellë përfitime në lehtësimin e këtyre shqetësimeve që lidhen gjithashtu edhe me shëndetin e veshkave. Arsyeja më e mirë këtë është që të tresni limonin në ujë dhe ta konsumoni vazhdimisht për të përmirësuar kështu shëndetin e veshkave. Ngrënia e rregullt e limonave parandalon gurët në veshka. Limonët përmbajnë citrate që nuk lejojnë formimin e tyre. Shumë mjekë rekomandojnë terapinë e limonit për trajtimin e gurëve. Limoni është i dobishëm për uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Flavonoidët që ai përmban janë armiqtë e kolesterolit të keq dhe trigliceridëve. Nëse dëshironi të keni nivele të ulta kolesteroli, mos ju ndani limoni. Ai është i mirë për mbrojtjen e trurit. Limoni mund t'ju ndihmojë të mbani larg sëmundjet e trurit siç është Alzheimeri. Nëse siguroheni që nivelet ditore të vitaminës C janë optimale, do të jeni më të mbrojtur kundër sëmundjeve të trurit dhe do të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme ushqyese për shëndetin tuaj. Tretja do të përmirësohet. Përzgjeni disa prerje limoni në ujë dhe e pini këtë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen gjatë gjithë ditës. Limoni stimulon mëlçin dhe kjo ju ndihmon gjithashtu edhe me tretjen. Ai ka veti të mira diuretike. Nëse vuani nga ndonjë infeksion i traktit urinar ose keni nevojë të zvogëloni lëngjin në trupin tuaj për çfarëdo lloji arsye, limoni është një diuretik natyral dhe ndihmon në largimin e ujit të padëshiruar. Ai ka veti të mira antiseptike. Lëngua e acidik i limonit vret bakteriet e dëmshme dhe kjo e bën limonin antiseptik natyral që mund të aplikohet në çarje ose në probleme të tjera. Ai mund të përdoret gjithashtu si një pastrues fytyre. Lëngu i limonit ndihmon në luftën e rrullave, akneve, puçrave, madje edhe pikave. Përzieni lëngun e limonit me pak vaj ulliri me një gotë të vogël me ujë e këtë e aplikoni në fytyrë. Kjo do ta bëjë lëkurën tuaj të shkëlqejë, por gjithashtu do të mbajë larg edhe papastërtitë që i kanosen asaj. Limoni gjithashtu mund të sjellë shumë përfitime. Gjithçka që ngelet në dorën tuaj është aplikimi i tij në mënyrë të rregullt. Kështu do të parandaloni edhe komplikacionet e mundshme që i kanosen shëndetit. Kështu, lëngu i limonit anë aplikime të ndryshme mund të sjellë rezultate të kënaqshme për mbrojtjen e lëkurës suaj dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të saj. Ajo do të përmirësojë temperaturën. Ka dy mënyra se si limoni mund të përdoret kur dëshironi të ulni temperaturën. Njëra është të pini ujë me limon e tjetra zgjidhje është të blini balsam limoni dhe më pas të aplikoni në trup, kryesisht në pjesën e ballit. Balsami nga limoni ndihmon trupin të djersitë dhe të nxjerrë temperaturën me djersë, cilën do temperaturë të shkaktuar nga cili do problem. Limoni është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Për shkak të sasive të larta të potasit që ka limoni, ky frut është i mirë për uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Kjo është për shkak se potasi vepron kundër sodiumit. Limoni është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të depresionit. Pirja e lëngut të limonit të përzier me ujë disa herë në ditë njihet se krijon efekte qetësuese, relakson trupin dhe kështu ndihmon në lehtësimin e depresionit dhe të stresit. Ajo ka veti të mira antioksiduese. E gjithë kjo vitaminë C që gjendet te limoni bën disa mrekulli në trupin tuaj. Si pastrimi i gjakut të ndihmon të keni sistem imunitar më të fortë. Gjithashtu studime të ndryshme mjekësore kanë treguar se përdorimi i sasive të larta të vitaminës C ndihmojnë në kundër luftimit të sëmundjeve serioze, problemeve të zemrës dhe shumë të tjera. Gjithashtu limoni duhet të përdoret me kujdes në mënyrë që të evitohet edhe gabimi në përdorim. Limonët mund të jenë gjithashtu një përmirësues i temperaturës së trupit. Acidi i cili gjendet te limoni pjesërisht hidrolizon fibrat e kolagjenit të forta të mishit, megjithatë lëngu nuk ka asnjë efekt antibiotik. Vetë limoni i kombinuar me portokallin mund të përdoret gjithashtu edhe në kombinime në shijeve të ndryshme për të rritur përfitimet e trupit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëndësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.